tani do të flasim për një event që ka ndodhur këto ditë, pikërisht në Tetov, në malet, le të themi, në stanet e Tetovës, një event që është quajtur Dita e staneve, por gjithashtu edhe marshi tradicional, një event që ka mbledhur mbi 400 njerëz, edhe pse bëhet për herë të parë si Dita e staneve, por ka mbledhur mbi 400 njerëz, një event që promovon edhe malet tona, promovon edhe trashëgimin kulturore, promovon edhe ushqime tradicionale apo traditat tona. Unë nuk dua të zgjatem më shumë, sepse këtu në studio e kam të ftuar Arben Halilin, i cili është kryetari i shoqatës Cesart në Tetov, që është në fakt organizatorët. Në fakt, kjo shoqat janë organizatorët, kanë marrë iniciuesit e këtij eventi. Gjithashtu, normal në mbështetje me klubin bjeshkatar Tetova. Me Arbenin do të flasim për të gjitha detajet, e në ndërkohë do të kemi edhe fotografitë dhe videot se si ka shkuar ky event. Përshëndetje Arben, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Më tregoni pak si shkoi një herë para se të hyjë në detaje se si lindi kjo ide, po më tregoni pak si shkoi sepse ky event u mbajt të dielën dhe sipas fotografive që pam nuk pata mundësi që të vi për shkak edhe të festave, por që sipas fotografive që pam, me të vërtet ka qenë një event i mrekullueshëm dhe ka pas shumë njerëz. Padyshim që ka qenë një ditë me plot emocione, sigurisht me të papritura pozitive në kuptim ose në drejtim të asaj që sapo përmende që pritshmëritë tona ishin që rreth 300 pjesëmarrës të ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet, por në fund rezultoi që kanë qenë rreth 420 bazuar në shërbimin që është dhënë ndaj tyre në fund të aktivitetit. Ka qenë një ditë e cila ka bërë të mundur promovimin e vlerave lokale, kohezionit shoqëror, mundësinë e njohjes së banorëve lokale me kushtimisht të turistë potencial të cilët erdhen si përfaqësues të klubeve të ndryshme, dhe dua të besoj që ja kemi arritur qëllimit se misionit tonë që kishim për atë ditë, duke bërë që mysafirët të cilët në nderuan me prezencën e tyre të ndjeheshin sa më komod, sa më mirë dhe të shikonin bukuritë e sharit. Si ka lindur kjo ide që të vije pikërisht në këtë ditën e staneve, që në fakt keni shkuar me moton Shipkovica, mikpritja dhe trashëgimia që frymëzon? Në fakt, ne në fund të vitit të kaluar, si qendër për bujqësi të qëndrueshme dhe zhvillim rural Cesart, me Selin e Shipkovic, kemi aplikuar për një projekt për mbështetje financiare tek CMVP në Maqedoninë e Veriut, projekti i cili u fitua dhe njëkohësisht kishim për qëllim që të bënim promovimin në tekst të veçantë të staneve të Shipkovicës, prandaj dhe projekti ka qenë stanet të Shipkovicës përvojë autentike që është aplikuar. Por gjikuam që duke bashkërenduar forcat së bashku dhe me klubin bjeshkatar Tetova, mund të bënim diçka më të plot në këtë drejtim dhe sigurisht që të arrinim edhe qëllimin tonë si organizat, po në anën tjetër edhe që tashmë për të tretin vit rradhazi klubi bjeshkatar Tetova organizon si marshin tradicional, t'ia bashkangjitnim këtij aktiviteti. Dhe ideja ishte që me që stanet e Shipkovicës janë aty ku janë, thjesht të mos ishin një vlerë vetëm për ne banorët e asajane, por njëkohësisht duke parë dhe interesin gjithnjë në rritje në 3 vitet e fundit të shumë adhuruesve të natyrës, të shumë vizitorëve, por të cilët janë në një farë forme ad hoc, domethënë në bazë të informacioneve që kanë, pa një formë të organizuar, pa një formë të planifikuar, pa një lloj promovimi për atë se çfarë mund të shohin dhe çfarë mund të ju shërbehet, thamë të bëjmë diçka më ndryshe, të organizohemi pak më ndryshe, të ju ofrojmë atë çfarë kemi ne si vlerë lokale, dhe njëkohësisht të bëjmë të mundet që të njihen edhe me produktet lokale që mund të konsumojnë, të shfrytëzojnë, të njohin, të blejnë, po pse jo të promovojmë edhe atë çfarë realisht ka ndodhur ndër vite në atë rajon. Kështu që me aplikimin e projektit, me mbështetjen e CMVP-s, ne filluam me fazën e parë që ishte trajnimi për efikasitet energjetik, ku përfshin njerëz banor të staneve të Shipkovicës ose pronar mund të them më drejt, aktivitet të cilin e realizuam në muajin maj, dhe tani këtë të diel që sapo kaloi, në datë 8 qershor, organizuam edhe manifestimin Dita e staneve, manifestim që organizohet, siç thash, për herë të parë, e që në vete kishte 3 komponenta kyçe për sa i takonin përgjegjësisë organizimit nga ana e shoqatës Cesart, siç është qethja e dhënëve që ndodhte për herë të parë dhe realisht nuk kemi përfshi vetëm banor ose blegtor nga Shipkovica, por kanë qenë edhe nga Veshalla, nga Bozoca, nga fshati Vice kështu me radhë. Pastaj ka dhe 2 lojra të tjera që janë karakteristike për fshatin tonë, siç është loja Menaska dhe tërheqja e litarit. Realisht, ne në fillim kur kemi shkruar projektin, kemi gjikuar që qethja e dhënëve mund të ishte një aktivitet më atraktiv, kurse këta 2 tjerat mbasi jo shumë, sepse gjikonim që nuk ishin shumë të njohura për publikun. Por në fakt na doli e kundërta.
pikërisht dëshira individuale e pjesëmarrësve për të përfshirë në garim. Sepse të tërheqja elitarit tam që do marrim njerëz të përfaqësues të klubeve të ndryshme bishkatare, të cilët do garonin ndërmjet vete dhe do shpallnin 3 më të mirët në fund. Por realisht nga 3 gara që pretendojnë për 6 klube, na rezultoi që të kishim të paktën 10 gara me grupe të ndryshme, me miq të ndryshëm, përfaqësues të fshatrave të ndryshme kështu me radhë, dhe loja tjetër pastaj loja me maska, por ashtu pat më shumë interes nga njerëz të paplanifikuar kushtimisht të merrnin pjesë në të. Madje më interesant ishte edhe disa përfaqësues të Piskorbit që janë të një shtëtia tjetër në Tetov prezent, ta provojmë dhe ne. Provone, pse jo. Në fundit kishte qëllimi që të gjithë të bashkëpunonin, të bashkërëndonin, të shijonin atë ditë. Dhe realisht, si ishte agenda ose aktiviteti, të gjithë mysafirët janë takuar tek ajo që ne themi gjuri si dollit, themi në anën e djathtë para kodrës së diellit për tek stanet e Shipkovicës, të cilët në themi koordinim dhe udhëheqje të klubit bishkatar Tetova janë orientuar dhe janë drejtuar deri tek stanet e Shipkovicës, kur ne pastaj si shoqat i kemi shërbyer të gjithë me çaj tradicional të kultivuar në viset e Sharit, do të thënë i mbledhur dhe i zirë atje. Sigurisht që ka disa video dhe foto që mund të shihet. Po, nëse ka mundësi kjo regjia është që pjesa realisht kur kanë ardhur mysafirët për tek stanet. Kjo është vendi realisht kur afrohen protestantët dhe ju shërbehet çaj, fillon me qetjen e dhenëve dhe pastaj tërë grupa kanë qenë të monitoruar, të udhëhequr nga anëtarët të klubit bishkatar Tetova, të disa prej përfaqësuesve të klubit, të cilët kanë ndjekur rrugën prej tek stanet e Shipkovicës deri tek ai që quhet nga banorët lokal Gjuri i Love. Do të thënë është pika e fundit ku të gjithë këta pjesëmarrës kanë mundur të shijojnë bukuritë e Sharit. Këtu është vendi realisht ku është shërbyer çaj dhe ku është bërë edhe gara me qetjen e dhenëve. Shumë që e bukur në fakt. Përmendet që ka pas sigurisht mysafir, ka pasur edhe prej vendeve të tjera, qyteteve të tjera jashtë përveç fshatrave sigurisht të Tetovës, ka pasur edhe prej qyteteve të tjera. Jo, ka patër, po mbi 90% të mysafirëve kanë qenë nga vendet e tjera, përfaqësues të fshatrave të tjerë, të klubeve të ndryshme, nga Përshevca, nga Çellopeku, të disa klubeve alpiniste nga Kosova, nga Shkupi, kështu me radhë, kështu që prandaj them ai kohezioni ose bashkëveprimi ndërmjet dy më tepër organizatave në një projekt që ka një synim ose një qëllim të përbashkët, rezultoi si ky aktivitet që rezultoi shumë me sukses. Sepse ne si shoqat normalisht kishim përgjegjësinë që të organizonim aktivitetet brenda ditës së staneve, po përgjegjësia e udhëheqjes së grupës, së përfaqësuesve të klubeve të ndryshme, themi bishkatare, në këtë marshut ka qenë nën kompetencat e klubit bishkatar Tetova, kështu që me përgjegjësi të ndara strikte, po sigurisht me kohezion të ndërsjellë, besoj që sadopak ja kemi arritur të plotësojmë pritshmëritë e mysafirëve dhe mbi gjitha edhe objektivat e projektit tonë. Sigurisht, besoj ka pasur edhe njerëz të cilët për herë të parë mbasi kanë vizituar ato zona ose të paktën atë mal ose në fakt edhe për herë të parë, sepse kjo është edhe hera e parë që bëhet dita e staneve, për herë të parë mbasi edhe kanë provuar, siç thatë keni pas edhe çaj të cilën atje është marrë dhe është zirë pikërisht prej atyre anëve. Kështu që si u prit edhe nga ato të tjerë. Patjetër, realisht dita e staneve organizohet për herë të parë. Unë nuk di nëse dikush më herët ka organizuar një aktivitet të tillë, po besoj dhe shpresoj që nuk do të jetë i fundit, duke marrë përbazë interesin, atë dashurinë e njerëzve për të provuar gjëra të reja, jo vetëm për të parë, po edhe për të provuar, për të parë se si vërtet luhen ato lojra tradicionale. Dhe ajo realisht që më ka bërë më tepër përshtypje në këtë drejtim ka qenë interesi i banorëve lokal në momentin që ne kemi bërë shpalljen se do të ndodhë ky aktivitet në këtë datë kështu me radhë. Kanë qenë telefonata të panumërta, shkrimet të ndryshme në Facebook, çfarë mund të ndihmojmë, si mund të kontribuojmë, çfarë mund të japim. Madje edhe atë ditë kur është shërbyer çaji me 10 njerëz përfaqësues të pronarëve të stareve, çfarë mund të bëjmë, ku mund t'i shërbejmë kështu me radhë. Kështu që e shoh që jo vetëm mysafirët që vinë duan të provojnë diçka të re, po edhe ato vendorët duan të ndjehen të vlerësuar, duan të japin mundin e vetë të kontribuojnë në diçka që është në fund të fundit në të mirë të gjithëve atje. Kështu që edhe mysafirët, siç thatë, ishin të surprizuar ose të interesuar për të provuar diçka të re, sigurisht që po. Madje momenti kur u jep qasjen për të luajtur, për të qenë të barabartë edhe në garim, pavarësisht që s'kan qenë
të planifikuar kushtimisht tonë, sepse në fund të fundit nuk është ideja të ndanim në 3 çmimet e para. Po thjesht i bënim pjesë të projektit, pjesëmarrësit dhe t'i bënim të ndjeshin komod, të lirë jashtë konturave formale, thjesht je në bjeshk, je në mal, shikoj natyrën dhe i vetveçja realisht. Sigurisht. Çfarë janë këto loja, se përmendë lojën me maskën? Çfarë është konkretisht, sepse më intereson në fakt më tregoj edhe mua. Ka një pjesë të videos, por ka edhe foto ku 7 persone kanë qenë të reditur dhe me shkopin në dorë. Do të thënë çdo njëri një nga një duhet ta hudhin shkopin, po jo ta hudhin, do të thënë duke i rënë tokës dhe i bie tokës, dhe cili prej shkopinve do të shkojë më lart. Më larg fiton. Ai fiton. Ai fundit do të shkojë ti grumbulloj. Realisht ne nuk e praktikuam këtë, në disa grupe po që ishin më të afërt më të vendit, por ndryshe kemi grumbulluar vetë dhe i kemi afruar shkopit. Çdo njëri nga grupet, nga 7 persona, kanë ngaruar nga 3 herë dhe në bazë të asaj është bërë dhe vlerësimi kush është fituesi i grupit. Pastaj për çdo njëri nga grupet kemi nxjerr fituesin dhe sërish në garim për të nxjerrë të tre të parat. Kurse tek tërheqja militar ka qenë pak më e kollajt, që kemi patur dhe një ish arsimtarin tim, të cilin duhet ta përshëndes publikisht, sepse kur e thira për të ndihmuar në këtë drejtim, ta patjetër që do vi dhe ka qenë një themi prej vlerësuesve më korrekt në tërheqjen e militarit dhe nuk ka pas ai asaj, do të thënë në rregulla strikte. Izedin Çadeli. Përshëndetje profesor. Përshëndesim edhe ne nga këtu. Tërheqja e militarit është ajo loja dy anët që heqin, okay. Dy anët kanë qenë ata nga 5 persona për çdo klubi. E fillon me klube, përfundon me fëmijë, sepse edhe fëmijët në fund deshën të jenë pjesë e garimit. Dhe këtu realisht tek fotoja që është në ekran është pjesa kushtimisht më e vështira, po mban 10 deri 15 minuta maksimum. Kjo është ngjitja prej testanit. Dhe pjesa tjetër është një rrutë shumë e lehtë, domethënë për të menaxhuar. Megjithatë, duhet të potencoj që përveç ne si dy klube që implementuam këtë projekt, nuk do mund të realizonim këtë pa mbështetje financiare dhe mirënjohës në këtë drejtim CNVP Maqedoni dhe Pont për mbështetjen financiare dhe jo vetëm, por edhe mbështetjen teknike, morale, sugjerime në këtë drejtim, me qëllim që në fund të fundit nuk është ideja jonë vetëm të implementojmë një projekt. Thjesht duam të lëmë gjurmë në atë çfarë bëjmë. Sepse kjo ndikon edhe në promovimin pastaj edhe për tërheqjen e turizmit. Ideja është që aktivitetet e këtilla jo vetëm të ruajnë atë çfarë është trashëgimi, por çfarë mund edhe banorët lokal të përfitojnë nga trashëgimia. Shumë e vërtetë. Nëse ekzistojnë standarde atje, pse të mos i shfrytëzojmë edhe për turizëm, ai çfarë ndodh në pjesën veriore të Shqipërisë. Vikendet zakonisht me thekse veçantë të diellat, po të shkoni atje kemë 10 familje që vinë dhe nuk dinë se ku shkojnë. Do të thënë 2-3 stane, të themi, që mund të hapen edhe për shërbime ndaj klientëve potenciale ose turistëve, jo me akomodim, po me një kafe, me një çaj, me një qep të mbyllur, themi, në bafshet e atyre, me produkte lokale që mund të shijojnë, mund t'i bëjë edhe këta mysafirë që vinë atje më komod të ndjenë në atë hapësirë, po edhe ata që janë banorë atje të fillojnë të përfitojnë. Sepse besoj që ajo koha kur urdhëroj një kafe, një çaj për të gjithë, dal nga dal duhet të zëvendësohet një kafe po edhe diçka tjetër duhet të paguash atë lësh për ato atje. Shumë e vërtet në fakt, edhe unë jam shumë dakord për këtë pjesë që duhet edhe të investohet, edhe të promovohet edhe turizmi malor më shumë, sepse ne me të vërtet kemi shumë male të bukura, sidomos Mali Sharr është tepër i bukur. Edhe unë në fakt në stanet, tek stanet kam qenë shumë më herët kur kam qenë studente në Tetov, nuk e di tash, nuk kam shkuar për t'i vizituar, por edhe në atë kohë nuk e di si është tash, kanë qenë shumë të bukura dhe me të vërtet ja vlen që të promovohen dhe ja vlen që të bëhet një turizëm malor. Pse jo? Sepse neve kemi gjitha të muaj të dimrit apo edhe të pranverës dhe vjeshte, sepse për verës mbase është pak më problem për shkak të temperaturave, por që pse mos të bëhet një turizëm i mirë malor. Dhe besoj që këto evente promovojnë shumë edhe këtë pjesë. Mbase edhe kundërta, pikërisht gjatë verës kur temperaturat e larta janë në Shkup edhe në Tetov, atje ke Tetovën mes stanet e Shqipërisë ka dallim 10 gradë. Nëse është 40 poshtë, 28-30 maksimum atje është. Realisht potenciali turistik që ofron Sharri, jo vetëm Kodra e Diellit, po edhe pjesa tjetër, edhe stanet e Shqipërisë, edhe disa ruta turistike këtu të këta foto që tani po shfaqen në ekran, realisht janë të marra mbrëm, domethënë vetëm 48 orë, pasi që ne kemi realizuar këtë aktivitet në outdooractive.com, që është një website ndërkombëtar, sepse kemi patur të angazhuar dhe një ekspert ndërkombëtar për të bërë mapimin e rutave dhe ato pika që ishin atje në hartë janë rutat e reja që ky ekspert ndërkombëtar për 2 ditë, se erdhi 2 ditë para, bëri nëpër rajonin e Sharrit, dhe të gjitha ata e kanë piknisjen nga stanet e Shqipërisë.
Dhe në qoftë se do futesh në këtë website ndërkombëtar, do shohësh që në ta hiking route që në Maqedoni, stanet e Shqipërisë të rezultojnë në top 10, dhe më thënë të parët janë. Pra, si pas ekspertit dhe më thënë i ka bërë këto rutat më të mira, si është kjo përgjedhja? Rutat në base dhe kanë ekzistuar për banorët lokal, po thjesht i ka bërë mapimin që kur të vinjë nga jashtë, të di ku të thej për të stanet, deri ku mund të shkojë, cilit janë luginat, rrugët nga mund të lëviz, dhe i ka bërë disa dhe në bazë të kësaj ta rutat të reja të krijuara 28 orët e fundit janë më të kërkuara për hiking në Maqedoni. Pra ka ndikuar edhe eventi që ju keni bërë, sigurisht. Patjetër që është rezultat direkt i eventit, se për ndryshim më jetë asë se kanë ditë dikush që ekzistojnë ruta, rutat janë krijuar, janë promovuar atje dhe tani jemi të parat në listë për hiking në Maqedoni. Dhe në 3 rutat më të njohura në rajonin e Pollogut dhe rreth Kodrës së Diellit, 3 të parat fillojnë nga stanet e Shqipërisë. Nga stanet. Kjo është një gjë e mirë edhe në fakt edhe që të huajt i shohin si ruta të cilat duhet të vizitohen, mund të shfrytëzohen, mund të vizitohen, mund të përjetohen bukuritë e sharë dhe më pas sigurisht që një prej komponentave ose objektivave tjera të projektit është që banorët lokal të fillojnë të ofrojnë dhe shërbime të tjera, jo vetëm ushqim dhe akomodim, po thjesht mund të ketë turistë dhe në bazë të këtij ekspertit ndërkombëtar nga Gjermania realisht, disa ide të reja që mund të ishin, po edhe që janë rezultati një hulumtimi paraprakës në fillim të projektit që ne kemi realizuar është që mund të ketë turistë që preferojnë të dëgjojnë cicërimat e zogjve në mëngjes. Që ka banorë lokale, fëmijës, adhurues të natyrës që tashmë e bëjnë për vete, po paralelisht mund të ofrojnë si shërbime edhe për dikën tjetër. Ka dikush tjetër që mund të dojë të shoh për shembull kafshët e egra në mëngjes ose në darkë kështu më radhë. Madje, që përmendi ai një prej shërbimeve turistike që mund të jetë atraktive, që për ne për momentin është si problem, veçanërisht në zonat e parqeve nacionale, rritja e numrit të madh të arrinjve. Pa ata që ka shumë gjermanë që shkojnë në vendet e ndryshme të botës për të parë arrinj gjallë. Do të presin 6-7 orë, paguajnë shumë para për të parë 5 minuta një arrinj. Kështu që ndoshta në të ardhmen mund të jetë edhe një pikë turistike edhe kjo. Po, sepse në vendet e jashtme në fakt bëhen, janë shfrytzuar gjithandej ku ka male në Zvicër apo në vendet e tjera ku ka male, janë shfrytzuar në maksimum edhe për turizëm që sjell pastaj ndikon direkt edhe në ekonominë e vendit, kështu që pse jo. Duke qenë se jemi nga fundi, a do të vazhdohet sigurisht me këtë event? Do ishte super e kot që kemi filluar në qoftë se nuk do vazhdojmë të tjekë. Kështu që ideja është të vazhdojmë... Pra do bëhet çdo vit do jetë... Çdo vit, do të thënë e bukur e kësaj është që marshi tradicional, që është në organizim të plot të klubit beshkatar Tetova, organizohet për të 3-tin vit radhazi, dhe kjo është viti i dytë që organizohet në të njëjtin rajon, me atë që si vjet kemi shtuar dhe komponentën e re ne si shoqatë sesar, dhe me thënë dita e staneve dhe dita e staneve patjetër që do vazhdojmë. Madje po të futesh në faqe në Facebook të shoqatës dhe shohësh komente që ka pat shumë të interesuar tani pas aktivitetit nga Shqipëria, nga Kosova, kështu me radhë që duan të jenë pjesë e qetjes së dhenëve ose lojrave të ndryshme ose garave të ndryshme që do organizohen. Ndoshta do ketë, besoj që do ketë edhe nga CNVP mbështetjen e të ardhme, po shpresojmë që edhe nga institucionet tona, pse jo? Duhet edhe nga institucionet vendore të jetë fokusi më i theksuar, padyshim u kuptuar që mbështetja e banorëve vendor është aty dhe e bukur është që ne nuk kemi qenë të lokalizuar vetëm në fshatin Shikojës, dhe thjesht kemi përfshirë të gjitha fshatrat e Malësisë. Në të ardhmen do doja dhe shpresoj që edhe më shumë fshatra të përfshijnë, sepse çdo fshat ka karakteristikat e veta, ka produktet e veta lokale, ka shërbimet e veta që mund t'i ofrojë, kështu që dal nga dal ta bëjmë vend atraktiv turistik, para më një kusht që edhe një kontroll më i rrept i institucioneve dhe një vetëdijsim më i lartë atyre që vinë në sharqë, në qoftë se vinë me 4-5 qese më ushqim, të paktën një me mbeturinë ta marrin kur kthehen. Mos keq përdoret pjesa e natyrës. Po kohën e fundit kur të dalësh në sharq të shohësh që gjithandej ka mbeturina dhe është e sigurt që nuk janë të banorëve lokal. Po janë të atyre që vinë për qejf dhe lënë plerat pas. Kjo është një fatkeqësi tjetër që ndodh shpesh në ndoshta me edukim, po shpesh edhe me kontrolle pak më të rrepta mos të ndëshkim nga ana e institucioneve mund të përmirësohet. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Unë ju përgëzoj për këtë event dhe sigurisht ju uroj shumë suksese në të ardhmen. Besoj që do të kemi mundësi që në të ardhmen të vim sigurisht edhe prej atje ta bëjmë këtë intervistë. Mirë se të vini, sigurisht që Ftesa ngelet e hapur për këtë aktivitet dhe shumë të tjera në të ardhmen. Faleminderit juve për ftesën që na bët për të prezantuar edhe një herë
atë çfarë tashmë përjetuam ne dhe 420 personat të tjerë, shumica siç thash të vendeve të ndryshme, do të tentojmë që në vitin e ardhshëm ta bëjmë edhe më mirë, sigurisht që më shumë do vlerësonim kritikat sa lëvdatat, sepse vetëm kritikat mund të na përmirësojnë, kështu që çdo lëshim eventual që mund të kemi bërë, çdo kush që ka një ide, një kritik, le të na e thotë se do na përmirësojë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.